që janë këtu të pranishëm. Dhe të shpreh besimin se kjo shqiponjë dykrenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti për cilësinë e shërbimit, për sigurinë dhe natyrisht edhe për nivelin e buzëqeshjes që e pash sot me shumë kënaqësi. Dua po ashtu të falenderoj të gjithë ata të cilët besuan në këtë projekt edhe punuan për këtë projekt, që nuk ka qenë as pak i lehtë, për i vërtetës ka qenë një projekt tejet sfidues, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Thash se ishte 2 minuta vonesa, po qeka më shumë. Dhe atëherë dua ta nis diku se ju e dini që un kam me vete shumë të tjerë që nuk duken këtu, po që janë bashkë me mua aty tek pasqyra e Facebookut tim, edhe që nuk më ndahen nga të gjitha rrugët e jetës, nga të gjitha vendet, me të gjitha llojet e opinioneve, dhe dua të adresoj njërin prej këtyre opinioneve që më ka cimbisur prej ditësh, qysh se ne thamë që do të ulim avionin e testimit në pistën tani më të përfunduar. Dhe ky opinion thot që ky është një fluturim fake që do të bëhet vetëm për propagandë dhe pastaj aeroporti do të mbetet si kuksi. Dhe unë dua ta zbuloj këtu një surprizë për ndjekësit e mi. Unë nuk jetoj dot pa ta, duket sikur ata më marrin shpirtin, po unë ju siguroj që pa ta unë nuk jetoj dot në këtë detyrë. Ata më ndihmojnë shumë që ta bëj detyrën edhe më mirë, edhe me më shumë vendosmëri. Dhe pavarësisht se nuk më lën gjë pa më thënë, unë i dua ata. Edhe dua t'ju zbuloj atyre, po edhe të tjerëve një surprizë. Është e vërtet, aeroporti i Kukësit ka pasur një sfidë më vete për të siguruar operatorët përkatës. Nuk është një aeroport i thjeshtë, ka një problematik me korridorin e uljes, që e kemi thënë qysh atëherë, dhe nga ana tjetër për të pasur operatorët që punojnë në një aeroport, duhet të krijosh besimin e dur se nuk do të jetë një operacion me humbje të parësyeshme si fillim. Dhe operatori që operon aeroportin ka bërë përpjekje për të lidhur marrëveshje, për të bërë kontrata, mirë po nuk e ka gjetur dot në kohë një akullthyes. Një akullthyes që do të dëshmoj se ai aeroport ja vlen. Siç ndodhi me aeroportin e Tiranës. Aeroporti i Tiranës ishte aeroporti më i shtrenjtë i Europës. Ne trashëguam aeroportin më shtrenjtë të Europës dhe
ata që e kontrollonin aeroportin, koncesionari i trashëguar, kishin arritur të impononin shtetit shqiptar një kontratë që është unikale në llojin e vet, pasi kishin marrë nga shteti dhe monopolin e vendimarrjes, që do thotë që shteti shqiptar nuk mund të hapte dot një aeroport tjetër pa marrë lejen e tyre. Dhe në kontratën madje që ata kishin me shtetin, kishte edhe një klauzol që 100 metra, 100 kilometra, në një rrezë 100 kilometra nga aeroporti i Tiranës nuk mund as të mendoj për një aeroport tjetër, gjë që për shembull përjashtonte Vlorën. Nga ana tjetër, numri i fluturimeve ishte shumë i kufizuar. Biletat ishin tërësisht të shtrenjta. Transformimi ndodhi me një plan të shumanshëm. Një plan të shumanshëm që ne e vumë në jetë hap pas hapi, duke e transformuar praktikisht aeroportin Tiranës nga aeroporti më i shtrenjtë, nga aeroporti më i vështirë, nga aeroporti më i lodhshëm për të gjithë, në aeroportin me rritjen më të lartë për disa vite rresht në të gjithë Europën. Dhe në aeroportin më të madh të rajonit, jo në raport me vetveten, as thjesht dhe vetëm më të madhin si rritje, por për numër pasagjerësh. Në Tiranë ne përpunojmë më shumë pasagjerë se në Beograd. Dhe kjo është diçka e pa imagjinueshme deri pak vite më parë, ndërkohë që numri i fluturimeve ka arritur në një pikë të pabesueshme. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Në aeroportet e rajonit jeta mbaron mbas dite. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Dhe ndërkohë jemi duke shtyrë përpara, siç e tha Belinda, qoftë ngritjen e kategorisë për fluturimet transoqeanike, ndërkohë që tani më ka filluar bashkëbisedimi me Federal Aviation të Shtetet Bashkuara, që kërkon një kohë caktuar për të gjitha inspektimet. Ata kanë ardhur, kanë inspektuar aeroportin, kanë identifikuar gjërat që do donin të shihnin, dhe nga ana tjetër jemi në bisedime serioze, aeroporti është në bisedime serioze, por dhe ne bëjmë punën tonë për të shtuar disa linja shumë prestigjioze, duke filluar nga Qatar Airways. Kështu që në këtë, por ama, ju them këtë, unë kam bërë takime vetë, personalisht, me kompanit. I kam lutur kompanit vetë që të vinë dhe vitet e para ka qenë e pamundur. Ka pasur një skepticizëm të madh. Kur erdhi Ryanairi u duk sikur do me thënë base shumë kush ka menduar që Ryanairi erdhi se atë ditë mësoi për Tiranën. Ryanairi jemi qepur me buk në trast, kur i thonë, por nuk bindej. Nuk bindej që Tirana dhe Shqipëria i kishin biznes për të bërë. Dhe sot Ryanairi është i lumtur me Shqipërinë. Tani, ku lidhet Kuksi këtu? Kuksi lidhet tu sepse ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht edhe 3 minuta. Po e zjas që të viba. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kuksit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova
do t'jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta dy avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Air Albania që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe Air Kosova që do të ketë bazën e vet në Kukës. Dhe për ta konfirmuar këtë kam sjellë me vete edhe certifikatën që mos thonë që është një Photoshop. Ky është regjistrimi i kompanisë qysh në janar të 2025-ës. Kompania po punon për të siguruar avionët edhe për të filluar me operacionet në territor. Nuk po jap datë sepse kam mësuar tani më që këto datat që jap unë fusin brenda syrin e keq dhe tani syri i keq plasi sepse baca zbriti. Është duke shkuar në Vlorë që ta shoh Vlora dallandyshën e parë që lajmëron një pranverë në të gjitha sezonet e aeroportit Vlorës, i cili ndryshe nga aeroporti i Kukësit, që është një aeroport i vogël për fluturime low cost, do t'jetë një aeroport ndërkombëtar për të gjithë vitin, jo thjesht një aeroport turistik, edhe Kukësi për gjithë vitin, ndërkohë që për fluturime low cost, ndërsa Gjirokastra që do t'jetë aeroporti i mandatit të ardhshëm, do t'jetë një aeroport turistik sezonal, që do të ndihmoj fuqishëm gjithë Jonin gjatë periudhës verës dhe gjithë jugun e Shqipërisë natyrisht, sikundër aeroporti Kukësi do t'jetë një mbështetje e madhe edhe për turizmin në zonën e veriut. Duket se shkoj deri në himar buxheti.
Ata s'du veje, por s'du. Po nuk du veje, zhan. Po që di pësëm shlene, po, kamera.